Përshëndetje gjithëve, do doja një duar trokitje. Kam ardhur surprizë sot për të bukurin e Nea. Atëherë, pyetja ime është se kush më ka dërguar mua sot surprizë në këtë festë të bukur. Nea, kush do ka shumë të? Nea joni bukur, ti që u bëre se beb që nga mblodhe të gjithve familjarisht. Ne që po të shkrojime mi dy hallat e tua dhe nëna Sako, por neve vinim të shtëpia jote veç për ty, më shumë, po ashtu dhe për dy motrat e tua. Ti ka ardhur në jetë si një surprizë, si një dhuratë për të gjithë ne. Për babi Klodin, që ka një djalë, një shok që nuk është më vetëm, me të gjitha neve femrat. Ke një shtëpi ku ashtu dhe mami Dorina ka një djalë si Flori, e nush, sot te festa jote mungon një pjesëtar i familjes tonë, e ti, dhe pse je i vogël, edhe pse nuk e ke njohur gjyshi Kadri, ai nuk është më prej 15 vitesh, por jam i sigurt që po të ishte gjyshi jot gjallë bashkë me motrat dhe kushturinjtë e tu, do të kënaqeshit me gjyshin, se ai do të shumë fëmijë. Por jam e sigurt që ai na shikon nga qielli dhe feston bashkë me ne sot. Prandaj, nuk ka lot, por ka vetëm gëzim se jeta është e tillë, të merr njeriu në shpirtit e të zemrës kur ti se pret. Por ne s'kemi ç'të bëjmë, të jetojmë me kujtimet e bukura. Zemra jonë na u bë shplak me mjekër dhe të hajmë dasmën. Urime synetja. Unë në Sako të dua pa fund, Halla Grani dua si fëmijët e mi, kurse unë Halla Ceka të kam jetë, gjithçka më ndriçove në jetë komplet, ke ardhur në një moment të vështirë. Për mua je rrezja e diellit që ndriçon dhe ngron shpirtrat tanë. Të duam pa fund dhe duam që ta shijoni sa më bukur këtë surprizë sot. Dua një duar trokitje. Sepse i thonë kur hyn një surprizat e tjera u hapet dera. Akoma nuk kanë mbaruar surprizat. Le të hyjnë surprizat, të kënaqemi të gjithë dhe të kërcejmë së bashku. Urime dhe ta bëni dhëndër. Mashallah.